Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Gjirokastra po përjeton kulmin e sezonit turistik me mijëra vizitor, vendas dhe të huaj që zgjedhin çdo ditë qytetin e UNESCO-s. Krahas fluksit në rritje, bashkia po investon në përmirësimin e sinjalistikës, infrastrukturës turistike dhe hapësirave publike, me synim ta bëjë vizitën më të lehtë dhe më cilësore për ta. Historia miravjeçare dhe peizazhi veçantë natyror vijojnë të rendisin parkun kombëtar të Butrintit mes destinacioneve më të vizituara të sezonit veror. Çdo ditë turistë, vendas dhe të huaj zgjedhin të eksplorojnë këtë pasuri të trashëgimisë botërore, duke i dhënë një tjetër shtysë zhvillimit të turizmit në jug të vendit. Me rritjen e temperaturave, strukturat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi kanë shtuar monitorimin në terren për parandalimin e zjarreve. Gjatë kontrolleve janë vendosur 3 masa administrative për shkeljet e konstatuara, ndërsa shërbimi zjarfikës mbetet në katishmëri të plotë me mjete dhe pajisje funksionale për përballimin e çdo situate emergjente. Prej më shumë se 5 dekadash, Ziso Musha ka kthyer Drugdhendje në misionin e jetës së tij. Me mjeshtërinë e trashëguar dhe pasionin për artin, ai vijon të krijojë vepra në dru e gur, duke mbajtur gjallë një nga zanatet më të vlera të traditës shqiptare dhe duke përcjell këtë trashëgimi te brezat e rinj. Ju njohim tani më gjerësisht, Gjirokastra po përjeton kulmin e sezonit turistik, me mijëra vizitor, vendas dhe të huaj që zgjedhin çdo ditë qytetin e UNESCO-s. Krahas fluksit në rritje, bashkia po investon në përmirësimin e sinjalistikës, infrastrukturës turistike dhe hapësirave publike, me synim që ta bëjë vizitën më të lehtë dhe më cilësore për turistët. Gjirokastra vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët, vendas dhe të huaj, të cilët zgjedhin çdo ditë të vizitojnë qytetin e Gurë dhe monumentet e tij. We are going to see now. Gjirokastra është një qytet i mrekullueshëm, arkitektura është unike, rrugët janë shumë të bukura dhe njerëzit janë mikpritës. E shijuam shumë vizitën dhe do të riktheheshim patjetër. And we will see. It's just really nice. Erdhëm këtu sepse kishim dëgjuar shumë për Gjirokastra. Kalaja, pazari i vjetër dhe shtëpitë karakteristike i tejkaluan pritshmëritë tona. Është një vend që të gjithë duhet ta vizitojnë. Just going with the flow of things, we are. Për të përballuar fluksin në rritje të vizitorëve dhe për t'ua bërë sa më të lehtë këtë eksperiencë, bashkia Gjirokastër po vijon ndërhyrjet në infrastrukturën turistike, duke përmirësuar sinjalistikën orientuese, hapësirat publike dhe elementë të tjerë që lehtësojnë lëvizjen dhe orientimin e turistëve në qytet. Hapat e para që janë ndërmarrë nga bashkia në pjesën e zonës muzeale kanë qenë vendosja e tabelave orientuese, që kanë ndryshuar qasje në të gjithë qytetin, si edhe tabelave që ndodhen në sheshin Çerçistopulli, që tregojnë të gjithë hartën e qytetit, si dhe pikat më të vizituara për turistët. Ka qenë rritja e fondit të bashkisë për pjesën e printimeve të hartave orientuese për të gjithë qytetin. Është gjë diçka që shumë e rëndësishme për turistët, e kanë kërkuar me ngulm, diçka që diskutohet dhe që kërkon ndërhyrjen. Jemi në diskutim të vazhdueshëm, është vendosja e zyrës së informacionit në sheshin e Çerçizit. Ndërhyrjet që po kryhen synojnë të ofrojnë turistëve një vizitë sa më të lehtë dhe cilësore, ndërsa Gjirokastra vijon të mbajë pozicionin e saj si një nga destinacionet turistike më të preferuara në vend. Historia miravjeçare dhe peizazhi veçantë natyror vijojnë të rendisin parkun kombëtar të Butrintit mes destinacioneve më të vizituara të sezonit veror. Çdo ditë turistë, vendas dhe të huaj zgjedhin të eksplorojnë këtë pasuri të trashëgimisë botërore, duke i dhënë një tjetër shtysë zhvillimit të turizmit në jug të vendit. Parku kombëtar i Butrintit po vizitohet gjatë kësaj periudhe nga një numër i madh turistësh, vendas dhe të huaj. Kjo perle trashëgimisë kulturore dhe natyrore shqiptare vazhdon të tërheqë vëmendjen e vizitorëve, të cilët zgjedhin ta përfshin itineraret e tyre turistike, sidomos gjatë sezonit veror. Më pëlqeu shumë Butrinti. Është një vend i jashtëzakonshëm që të jep ndjesinë e një udhëtimi në kohë. Historia këtu është shumë e pasur dhe është e mahnitshme të shohësh se si qytetërimet e ndryshme kanë lënë gjurmët e tyre. Rënojat janë shumë të ruajtura dhe bazika
me dyshemen me mozaik, ishte një nga pjesët më të bukura që pash. Është një vend që ja vlen patjetër të vizitohet. Butrinti më la një përshtypje shumë të fortë, është kombinimi i rrallë i historisë, kulturës dhe natyrës së bukur përreth. Duke ecur nëpër parkën, ndihesh sikur po zbulon histori në çdo hap, nga teatri antik deri te strukturat e tjera arkeologjike. Më pëlqeu shumë mënyra si është ruajtur dhe prezantuar për vizitorët, është një eksperiencë shumë e veçantë. Rënojat antike, teatri, bazilika dhe mozaikët e ruajtur ndër vite janë ndër pikat më të vizituara, duke ofruar një eksperiencë unike për çdo vizitor. Jam shumë i impresionuar nga Butrinti dhe nga vlerat që ofron. Është një vend i qetë, me një atmosferë unike dhe me shumë për të parë dhe mësuar. Më bëri shumë përshtypje fakti që mund të shohësh kaq shumë periudha historike në një vend të vetëm. Rënojat, natyra dhe historia bashkohen në një mënyrë shumë të bukur, duke e bërë këtë park një nga destinacionet më të veçanta që kam vizituar. Fluksi i shtuar i turistëve ka ndikuar pozitivisht edhe në zhvillimin e turizmit lokal duke gjallëruar ekonominë e zonës. Autoritetet dhe operatorët turistik vijojnë të punojnë për përmirësimin e kushteve dhe e shërbimeve, me qëllim që parku kombëtar i Butrintit të mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në Shqipëri. Pas stuhisë së fortë të breshërit, fermerët e disa fshatrave të Bashkisë Këlcyr po numërojnë humbjet në bujqësi. Me rënduar paraqitet situata në Podgoran, ku balta dhe inertet kanë bllokuar dy rrugë të fshatit. Bashkia ka paralajmëruar ndërhyrjen për pastrimin e tyre, ndërsa banorët kërkojnë vlerësimin e dëmeve dhe mbështetjen për kulturat e dëmtuara. 3 ditë pas stuhisë së breshërit që goditi zonën e Ballabanit dhe Sukut, fermerët në disa fshatra të Bashkisë së Këlcyrës po përballen me pasojat e dëmeve të mëdha në bujqësi. Më të prekurit janë banorët e Katundishtit, Çorogunjës dhe Podgoranit, ku breshri ka shkaktuar një pjesë të konsiderueshme të kulturave bujqësore dhe pemtore. Mua për shembull kofshin aty që ka mbjell perime, më the tash i ka përmbytur zhavoj. Kanales janë pastruar. Ore, për mua, për vetë time, më merr 500.000 lekë mallden. Dëmtoj rushin, dëmtoj tokat, bëri rrëfe, jo domate, speca, këto kopshta të gjitha. Rush të gjithë këtu në Najë Vibalt, në Obor. Ka dëmtime në bujqësi, janë prishur këto jo domate, jo fasole, jo i tjera kështu. Të gjitha perimet që kam për shtëpia Kosta, që ishin rushin, sidomos e ka ashtu fare. Tani, unë si krye plak, edhe administratorin e kam lajmëruar. Asi përgjigje nuk më ka thënë, do t'u them sa. Situata paraqitet më problematike në fshatin Podgoran. Përveç dëmeve në bujqësi, rreshjet e dendura kanë sjell masa të mëdha balte dhe inertesh duke bllokuar dy rrugë të brendshme të fshatit. Njerëzit duan që në natyra kur dëmton, duhet marrë masa njerëzit more. Ja, të vi shkrepi të heqin këtu, të lirohet zgjatja se një sëmuret, një bje një hall tjetër, ku të shkojnë, ku të shkojnë natën, ditën, duan bërë këto gjëra. Ta hapet rruga, mirë këto breshit nuk ka këto nuk unë e di që nuk i shikon njëri këto koshat, po të paktën na hapi rrugën deri në shtëpi. Ndërkohë, Bashkia e Këlcyrës pranon se është vënë në dieni për dëmet e shkaktuara nga breshëri. Drejtori i shërbimeve publike Tonin Qyra thotë se do të ndërhyjet me mjete mekanike për pastrimin e baltës dhe hapjen e rrugëve të bllokuara në Podgoran. Jemi në dieni të situatës, pasi na ka kontaktuar edhe njësia administrative SUK, konkretisht administratori i njësisë administrative SUK, duke na bërë të ditur problematikën që shkuam edhe vetë me një grup nga bashkia për ta parë në terren, për ta identifikuar problematikën dhe shumë shpejt ndoshta nesër që në mëngjes do nisi me pastrimin e rrugës dhe rregullimin e të dy krahave të rrugës në mënyrë që të evitojmë pjesët e tjera, problematikat e tjera që mund të jenë në të ardhmen. Banorët kërkojnë jo vetëm rikthimin në normalitet të infrastrukturës, por edhe vlerësimin e dëmeve në bujqësi dhe mbështetje për të përballuar humbjet e shkaktuara nga fenomeni natyror. Një zjarr ka përfshirë paraditën e sotme një kiosk në fshatin Shtëpës të Gjirokastrës, e cila përdorej për ruajtjen e veglave bujqësore. Pas njoftimit, forcat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi kanë ndërhyrë menjëherë, duke bërë të mundur shuarjen e flakëve dhe duke parandaluar përhapjen e zjarrit në zonën përreth. Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa janë djegur veglat e punës që ndodheshin brenda kioskës. Dyshimet paraprake janë se zjarri është shkaktuar nga një defekt në instalimin elektrik.
Me rritjen e temperaturave, strukturat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi kanë shtuar monitorimin në teren për parandalimin e zjarreve. Gjatë kontrolleve janë vendosur 3 masa administrative për shkeljet e konstatuara, ndërsa shërbimi zjarfikës mbetet në kadishmëri të plot me mjete dhe pajisje funksionale për përballimin e çdo situate emergjente. Me rritjen e temperaturave, rreziku për përhapjen e zjarreve mbetet një shqetësim për autoritetet. Shërbimi zjarfikës vijon monitorimin në terren dhe ndërhyrjet në rastet e emergjencave, ndërsa qytetarëve ju kërkohet të tregojnë kujdes të shtuar. Për rastet e konstatuara të shkeljeve dhe rregullave të sigurisë janë vendosur 3 masa administrative ndaj personave përgjegjës. Punojësit e shërbimit zjarfikës bëjnë të ditur se mjetet dhe pajisjet në dispozicion janë në gjendje të mirë teknike dhe të gatshme për ndërhyrje në çdo situatë të mundshme. Muajin e fundit kemi pasur 5 vatra zjarri që i kemi kapur në kohë dhe nuk kemi lejuar përhapjen e tyre. Nga këto 5 vatra, 3 vatra zjarri kanë qenë zjarrvënie të qëllimshme dhe aktualisht janë duke u proceduar personat përkatës për këtë gjë. Nga ana e shërbimit ton është proceduar me masa administrative dhe ne vetëm muajin e fundit që nga koha që kemi hyrë në gatishmëri kemi vendosur 3 masa administrative kundrejt personave që qofte edhe për një ndezje të vogël për djegje kullote kanë shkaktuar zjarr. Ne si drejtori e shërbimit zjarfikës qendrorqarku, pjesën e logjistikës e kemi në rregull, i kemi të gjitha automjetet funksionale në shërbim të komunitetit në çdo lloj rasti zjarri të mundshëm. Apeli zjarfikësve drejtohet ndaj qytetarëve që të shmangin ndezjen e zjarreve në ambiente të hapura, të mos hedhin mbetje që të mund të shkaktojnë flak dhe të njoftojnë menjëherë shërbimet emergjente për çdo vatër zjarri. Ne si shërbim zjarfikës kemi bërë sensibilizimin edhe para se të futeshim në sezonin e gatishmërisë dhe jemi në vijimësi duke bërë sensibilizimin për gjithë popullatën dhe gjithë banorët, sidomos të njësive administrative që posedojnë kullotat që i kanë në pronësi. Bëjmë një apel për gjithë qytetarët që të jenë të kujdesshëm, qoftë edhe me bishtat e cigareve në temperatura kaq të larta. Mos të ndezin zjarr as për të djegur mbeturina. Me katishmëri të plotë të strukturave zjarfikës edhe angazhimin e vazhdueshëm në terren, synimi mbetet parandalimi i përhapjes së zjarreve dhe mbrojtja e jetës, pronës dhe mjedisit. Gjithnjë më tepër qytetarët në Gjirokastër po i drejtohen shërbimit të ndihmës juridike falas. Gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, 180 persona kanë marrë mbështetje ligjore për çështje të ndryshme, ndërsa fluksi i kërkesave mbetet i qëndrueshëm edhe gjatë sezonit veror. Rreth 180 persona kanë përfituar ndihmë juridike falas gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026 pranë qendrës së shërbimit të ndihmës juridike parësore në Gjirokastër. Kjo qendër vijon të luajë një rol të rëndësishëm në ofrimin e mbështetjes ligjore për qytetarët në nevojë, duke i ndihmuar ata në zgjidhjen e problematikave të ndryshme juridike. Sipas juristes Klaudia Veizi, rastet e trajtuara kanë qenë të natyrave të ndryshme, duke përfshirë çështje civile, familjare dhe administrative. Të gjitha rastet janë ndjekur me profesionalizëm dhe përkushtim, duke synuar ofrimin e një shërbimi samcilësor dhe të aksesueshëm për çdo qytetar. Ndihma juridike Gjirokastër ka trajtuar raste nga më të ndryshme, duke filluar dhe nga kërkesat penale. Qytetarët kanë paraqitur kërkesa si vërtetimin e akuzës për vepra penale si fyerjen apo mashtrimin. Gjithashtu, kemi patur dhe kërkesat të tjera të natyrës civile dhe familjare, zgjidhjet e martesës, lëshimit e urdhrit të mbrojtjes, marrja kujdestarisë për fëmijët e mitur apo marrja pensionit ushqimor. Kemi asistuar qytetarët me përpillim kërkese, me përpillim ankese, drejtuar administratës publike, kërkesa drejtuar pushtetit gjyqësor, 3 shkallët e gjykimit, gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm, kemi bërë kërkesa për përshpejtim gjykimi si dhe kërkesa për zbardhje vendimi. Këto kanë qenë kërkesat më së shumti të kërkuara nga qytetarët. Gjithashtu nuk kanë munguar edhe çështjet e pronësisë, ku qytetarët vijnë në rritje dhe kërkojnë të drejtën e tyre në lidhje me objektet që ata disponojnë. Gjithashtu, ndihma juridike garantuar nga shteti, nga Ministria e Drejtësisë, ofron një lehtësi për qytetarët, siç është platforma Juristit Online, e cila ofrohet për të gjithë qytetarët si në Republikën e Shqipërisë ashtu edhe jashtë vendit. Mjafton që të aksesojnë nëpërmjet webit apo aplikacionit, ta shkarkojnë në telefon dhe të marrin këshillim ligjor, informacion në lidhje me ligjet në Republikën e Shqipërisë apo një problematikë që qytetarët i shqetëson. Platforma Juristit Online ofrohet për të gjithë, pavarësisht të ardhurave dhe pamundësisë ekonomike apo kategorisë të veçantë që mbulon ligji për ndihmën juridike, ofrohet për të gjithë falas.
Edhe gjatë muajve të verës pranë kësaj qendre numri i personave që kërkojnë ndihmë juridike vijon të mbetet relativisht i njëjtë me muajt e tjerë të vitit. Kjo tregon rëndësinë dhe besimin që qytetarët kanë ndaj këtij shërbimi, i cili mbetet një mbështetje e rëndësishme për komunitetin. Numri i qytetarëve është i qëndrueshëm, duke qenë se edhe në muajin gusht gjykatat mbyllen, qytetarët drejtohen para ndihmës juridike për të marrë asistencën e nevojshme, për të përpiluar një dokument apo për të marrë këshillimin ligjor mbi vijimin e procedurave që ata duhet të ndjekin si pranë pushtetit gjyqësor apo pranë organeve të administratës publike, si me marrjen e pensionit të pleqërisë, të invaliditetit, i ndihmojmë qytetarët dhe me rikomisionim pranë Komisionit Rajonal të KMCAP-s për të vijuar me pensionet e invaliditetit. Ndihma juridike ofron një shumëllojshmëri shërbimesh, mjafton që qytetarët të paraqitet dhe është detyra jonë për të ndihmuar. Përfaqësuesit e kësaj qendre theksojnë se puna do të vijojë me të njëjtin angazhim edhe në muajt në vijim, me synim rritjen e aksesit të qytetarëve në drejtësi. Ndërkohë apelohet që çdo person që ka nevojë për këshillim apo mbështetje ligjore të drejtohet pranë qendrës duke përfituar nga shërbimi falas që ofrohet për komunitetin. Prej më shumë se 5 dekadash, Ziso Musha ka kthyer Drugdhendje në misionin e jetës së tij. Me mjeshtërinë e trashëguar dhe pasionin për artin, ai vijon të krijojë vepra në dru e gur, duke mbajtur gjallë një nga zanatet më të vyera të traditës shqiptare dhe duke përcjell këtë trashëgimi tek brezat e rinj. Ka njerëz që jetën e tyre e kanë lidhur ngushtë me artin, duke kthyer pasionin në një trashëgimi të vyer. Njëri prej tyre është Ziso Musha, me origjinë nga Gjirokastra dhe pjesë e komunitetit Vlla, i cili prej vitesh jeton në Fier. Për më shumë se 5 dekada, ai i është përkushtuar gdhëndjes së trurit dhe gurit, duke krijuar vepra që mbajnë gjallë vulën e mjeshtërisë dhe durimit. Në punishten e tij, ku aroma e drurit ndërthuret me zhurmën e veglave të punës, kanë marrë jetë 10 skulptura dhe ikonostase të realizuara me një përpikmëri të rrallë. Kjo është një studio e ndërtuar prej vitesh, nuk është një punë një vit, 2 vjet. Unë po bëj rreth 50 vjet në këtë gjysmë shekulli që punoj në këtë lloj pune. Këtu kam bërë një galeri që kam vendosur dhe punët e mia, kam hapur dhe ekspozita në vende të ndryshme, punoj dhe me porosi, kam bërë rreth 12 ikonostase në Shqipëri, tempujt, fronet e spoti, gjithçka, punoj shenjtorët, jam afirmuar te shenjtorët që i bëj, kam kërkesa, vazhdoj dhe sot e kësaj dite punoj. Mjeshtri ka prezantuar punimet e tij edhe në një ekspozitë skulpture të çelur në Gjirokastër, qytetin e lindjes, duke rikthyer për publikun një pjesë të krimtarisë të ndërtuar ndër vite. Kam qenë i kënaqur kur kam hapur dhe në Gjirokastër një ekspozitë skulpture, edhe umanita, domethënë me pjesëmarrjen e njerëzve të interesuar për të parë punët e ekspozitës, dhe Gjirokastra është një vend që punohet druri. Për Ziso Mushën, gdhëndja nuk është thjesht një zanat, por një mision për të ruajtur dhe përcjell vlerat e artizanatit shqiptar. Ai beson se zanatet tradicionale janë një pjesë e madhe kulturore dhe se të rinjt duhet të orientohen më shumë drejt tyre për të mbajtur gjallë dhe për të trashëguar brezave që do të vinë. Edhe djali vazhdon traditën time në skulptur, mbaroi Akademinë e Arteve dhe tani pothuajse është futur edhe ai në Blinj në këtë. Dhe kënaqësia ime ishte që kjo traditë vazhdon dhe është një lloj specialiteti që po shikoj që esi në humbje dhe vetë shteti, bashkitë duhet të jenë të interesuara në këtë lloj formash, këtë lloj profesionesh artizani që të gjejë një mënyrë se si mund të punoj që të jenë kurse për fëmijët, që fëmijët të kalojnë kohën shumë mirë me një lloj pune që ndjejnë edhe kënaqësinë, po edhe të largohen ato vese të kohës, të momentit. Shikojmë që fëmijë në shkolla kanë filluar të interesohen në këtë lloj forme, po janë të pak, po gjithmonë duke bërë emisione televizive, një sensibilizim ku mund të orientohen fëmijët që
të afrojmë, si në skulpturë që ka mund, gdhendi artizanale, si në fushat e tjera. Me përkushtimin e tij, prej më shumë se 5 dekadash, Zizo Musha vijon të Skalis, jo vetëm tru e gur, por edhe trashëgimin, që meriton të ruhet edhe të përcillet te brezat e rinj. Të nderuar shikues, ishit në minutat e editarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshi.